Emisioni Studio Debatit ju fton të jeni pjesë e një edicioni të veçantë me kandidat për deputet, ku do të trajtohen temat më të rëndësishme politike, sociale dhe ekonomike që prekun drejt për së drejti qytetarët e Kosovës. Ky emision synon një debat të hapur, pas kanal, ku kandidatët kanë mundësi paraqesin qëndrimet e tyre, programin politik dhe vizionin për të ardhmen përballë pyetjeve konkrete dhe diskutimeve reale në studion e Radio Televizionit Fontona. Gjatë emisionit do të ketë edhe elemente të papritura që do të testojnë gatishmërinë, sinqeritetin dhe qartësinë e kandidatëve. Studio Debatit, hapësirë për ballafaqim real të ideve dhe përgjegjësive politike. Pjesëmarrja juaj do të kontribuojë në informimin e drejtë dhe transparent të opinionit publik. Ftesa është e hapur për të gjithë kandidatët e për të bërë pjesë e këtyre debateve, kontaktoni Radio Televizionin Fontona. U rikthyem edhe një herë me pjesën e dytë të studios së debatit, këtu nga studio e Radio Televizionit Fontona, dhe do të vazhdojmë edhe me tutje me promovimin e kandidatëve për deputet e Parlamentit të Kosovës, dhe ashtu si që kom lajmëruar edhe në mëngjes edhe gjatë dite edhe tani, unë preferoj me qujt zonja Hekurt, jenë bo shumë zonja të Hekurta, por vërtet kësa i takon kjo epitet, është pra me neve edhe me juve edhe për juve, zonja Besa Gaxherri. Besa, mirë mbrëma dhe mirë se jemi. Mirë mbrëma, zëq, faleminderit shumë për ftesën, jam shumë e lumtur sonte që jam me ty bashk, me të gjithë, më shumë që kiti shiqus e dëgjues të mediumit juaj, do të jemi këtu bashk për disa minuta, ndajmë provojat tona. Unë zakonisht me kandidatri, kur i kom mësaferja u boj ka një civit vogël, sepse ka nevoje nga modestia, nga një helshoj shumë gjona. Për juve nuk kom nevoj të bojnë do një civi, sepse ti je rrit me këtu 80% gjeneratave që i ka Kosova sot, nga vitet e 90-ta. Është e vërtet. Edhe gjithë njofin. Është e vërtet. Pa i morë që ta pas luftës për shembull, ama 80% popullit Kosovës nuk mundën më thonë që nuk e njoh Besa Gaxherrin. Është e vërtet. Ku jemi Besa? Si shtet, si popull, si... Ka pak nasit më dhaja, ka dyqysh si pezull, edhe me marrëdhëniet brendshme, edhe me marrëdhëniet jashtme, edhe me diplomaci, edhe me ekonomi, sepse me ju mujmë i bisedu dhe këto tema që janë pak ma të roma, këtë besueshmëri ma jep edhe përvoja jote, përvoja juj, pothuajse në të gjitha legislaturat. Është e vërtet zëq, fatkeqësisht, ose që fatmirësisht sonte që po e nisim këtë bisedë, unë edhe ti jemi personat e gjeneratës, cilë të kemë përjetu. Unë i quj 4 epokat historisë, si që ka qenë ajo e apartheidit, nga vitit 89-90 që e organizum me Lidhjen Demokratike të Kosovës në kryen e Presidentit Rugova. Pastaj pas asaj faze na hym në një luftë të tmerrshme të pabarabartë, siç e dim të gjithë. Pastaj edhe pas lufte ishte ajo periudha ose etapa e tranzicionit. Pastaj ishte koha e shpalljes pavarësisë, pra unë ka desht fati që ti përjetoj gjitha këto etapa që janë vërtet historike. Tashi ne gjithmonë gjatë rrugtimit ton kaq të vështirë të gjatë që e kemi pas, unë për veten time s'kam menduar asnjëherë që po punoj për karrierë politike ose do të jemi deri nesër gjallë, sepse jeta jonë ka qenë e tillë, ka qenë e vështirë. Por kur vjen një moment, dhe siç ishte viti 2008 kur ne shpallëm pavarësinë e Kosovës, dhe a ditë kur unë kom qenë akter legislaturë, ka buzëqesh fati thjesht. Po, jam mirënjohëse e Zoti shumë që ndoshta mënyrë më të mirë që më ka shpërbry mundi është pikërisht ai moment kur unë kom sublimu
ëndrrën e qindra mia edhe baballarëve edhe së të gjyshve tonë, kështu me radhë. Me thonë, ky është një moment historik që ndodh një herë. A ki besu? Jo. Thjesht? Jo, nuk kom mujt me besu se e thash, na e dim ne për çfarë kemi kalu. Dhe unë kom qenë pjesë e gjitha këtyre etapave. Me thonë, edhe kom qenë aktive shumë. Edhe kohën e luftës unë pata vendos fëmijët me i largu prej Kosovës, se ishin të vegjël 11-12, dhe me bashkëshortin vendosëm me ndajt në luftë, dhe unë e disha që kom e vdek, qoftë njëri, qoftë të dytë. Po kisha vendosë, sikur shumë shqiptarë, si shumica që kishim obligim me vdek për këtë vend. Dhe pastaj kur lufta ka përfundu dhe... Dhe keni ndajt në luftë? Po, kemi ndajt, fëmijët i kom largu, i kom qunë. A je veterane? Jam. Aha, shumë bukur. Jam pat. A je rajshma, a je në këtë tjetën tjetër? Se o përzi? është përzi. Shumë o përzi. Bili Kogja patën pritu me mështinat listën e veteranëve, po argumentet e mia flasin, sepse sheko zë i stash për hinë atë temë. Unë është e vërtet që gjatë luftës nuk e kom marrë pushën, dhe jam krenare që kur me armë s'kom pas bëja asgjë, me gjithate. Edhe pse gjatë luftës armiku e ka lyp pushkën dhe i respektoj të gjitha ata që e kanë ka pushkën. Por unë jam shumë krenare që mu ka dhonë mundësia me dhjetra të plagosur shqiptar, me të qenë edhe pjesë operacioneve të tyre, që unë me profesion isha ekonomiste e isha asistente e mjekëve gjatë luftës. Dhe me thonë, një ndër shumë punë që i kemi bërë gjithë kohën gjatë luftës, sepse ju na e dim që gjatë luftës duhet gjithçka me funksionu dhe në ato kushte çfarë kemi qenë na fort pa barabartë me një armik çfarë kemi pas. Dhe natyrisht që më flasin argumente, askush s'mund ta mohoj punën që e kemi bërë të fundi. Unë gjithmonë kom thonë e kemi obligim, e kemi pas. Por po kaloj atje, mu ka shpërbly nga Zoti që unë kam pas mundësi me qenë nënshkruese e pavarësisë së Republikës Kosovës. Kjo për mua është gjithçka. Dhe komendu pastaj, pas shpallës pavarësisë Kosovës, se ne kemi kalu një fazë të rëndë dhe kemi arrit një ëndër, një projekt cilin e kishim ideu me presidentin Rugova na LDK-ja, krye me presidentin Rugova, dhe arritëm me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ca shteteve tjera mike që ne ta arrim pra pavarësinë e Republikës Kosovës. Masi përfundoi kjo etapë, pa ta mendu se tashi do t'jemi shumë vëdijshëm, tashi na e dim çka kemi kalu, tashi na edhe gjatë saj rrugët vështirë kishim kriju pak përvojë, sepse ne edhe përvojë na mungante. Sepse shiko, mu dha mundësia me qenë pra me vazhdu edhe pas pavarësisë dhe me pa më të vërtet që na mungonin kuadrët mjaftueshëm sa kishte nevojë shteti për administratë, për institucione. Dhe mos jam modeste. Edhe këtë gjë na u dashke, ndoshta disa vende mi përmbush me punu, sepse shteti donte kishte nevojë për njerëz. Edhe megjithatë mbërrim, sepse na përveç ta që po flasim që institucionet duheshin të kompletohen, ne s'kishim infrastrukturë. Ne i kishim familjet pa kur mbi kokë. Ne kishim dhimbje në çdo familje. Secila familje në Kosovë ka historinë e vet. Dhe sot kur mendoj që ne kemi gjetë forcen, kemi gjetë gatishmërinë me punu ndoshta ka 15-16 orë në ditë për me u përgjigj, sepse kur shkojmë sot në për fushata, fatbarësisht premtojmë për projekte të mëdha për ta zënë hapin me Bashkinë Evropiane. Po më kujtohen fushatat e para pas lufte, ku ne shkonim në plagje të caktuara dhe ata kërkesat e tyre ishin një derë, një dritare, një kulm, ujë, rryma. Edhe ishte normal dhimbja e asaj familje që ndoshta kishte humbur anëtar të familjes. Kur i krahasoj këto gjëra, prandaj e marr vullnetin me vazhdu derisa kam shëndetin, sepse jam dëshmitare sot që kanë bastardhu aq shumë dhe kemi regres aq shumë në Kosovë. Dhe jo vetëm po na rrezikohet e ardhmja, por po pretendon dikush me na shkatru atë që e kemi ndërtu. Edhe këta nuk do të lejojmë. Kjo nuk duhet mu leju. Nuk guxon askush me mendu që guxon mi adridh themelet një republike çfarë kemi bërë ne për herë të parë në historinë e njerëzimit. Kosova kur s'ka qenë shtet. Ta duhet ta di çdo shqiptar. Dhe ka qenë tepër vështirë me mendu me bo Kosovën shtet. Rrethonat gjeopolitike të këtij regioni ku jetojmë na ka qenë e pamundur. Por fal një njeriu
Unë shpesh e quaj Zoti na ka qenë dhurat presidentin Rugova, që e ka pas atë aftësi që të fitoj miqt, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ne sot jemi shtet i pavarur. Dhe dikujt i teket sot me lujt me këtë shtet, edhe dikujt i teket i mbyll dyert me Shtetet e Bashkuara të Amerikës se nuk po na vyka më. Kjo është e papranueshme. Dhe kjo pikërisht për këtë mandat, unë nuk është që kom pas ndërmend me kandidu, kom konsideru që kom dhonë mjaft, kom konsideru që që thash me aktin e vetë shpallës pavarësisë edhe unë jam në nënshkruese, për politikisht e kom mbyll karrierën. Por, Kosova ka nevojë, fatkeqësisht, ma shumë se kur edhe sot, më ngrit njerëz, jo vetëm të DK-s, të gjithë shqiptarët që e duan këtë vend. Të gjithë shqiptarët që e duan këtë vend, ky vend është në rrezik. Ne shohim çdo ditë gjendjen ekonomike për 6 vite çfarë degradimi ka, çfarë shtrajtimi ka, çfarë sjelljeve ka. Nuk ka asnjë projekt që është zhvilluar në këtë vend për këto 6 vite. Asnjë. 20 miliard buxhet i ka pas qeveria e vetëvendosjes për 6 vjet. 20 miliard. Dhe ne nuk i kemi spaku. Hajde të jalojmë 20 projekte janë shumë, po 2 bre, po 1 bre. Pa përjashtu urën e Juve të Starderonit, që te jo bili një ure ka bërë. 6 metra është e gjatë. Pa kjo është met për shaka dhe kjo është projekti i kësaj qeverie, dhe me thonë gjithmonë kjo potencohet, por nuk është për me të qesh, sepse na jemi në një situatë shumë të rëndë, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin e arsimit, edhe të shëndetësisë, por çka është për një me e papranueshme është raportet tona me miqët në përgjithësi e në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ne jemi në një situatë të politikës globale që rendi botëror po lëviz, po do me ndryshu. Dhe në qoftë se ne, si një vend kaq i vogël, me brëqësinë tonë që e kemi, të pa përmbyllur krejt shtetësinë, pretendojmë që t'i mbyllim derën kujdo qoftë në mënyrë veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos jemi pjesë të tavolinave të rëndësishme që sot mbahen në qendrat botërore të diplomacisë, ne po bëjmë vetvrasje. Dhe këtë çdo shqiptar e di që e din dhe e ndin. Po unë i ftoj këto ditë që të reflektojnë, ta shohin qartë, nuk është ky muhabet i fushatave. Nuk po e them për fushat. Sepse ne mas atyre gjërave që kemi kaluar dhe kemi ndërtuar një demokraci të vend, nuk kish dashur me qenë problem cila parti politike fiton shqiptare janë. Me Bullgaren, ekskluzivisht me programe, me kandidat, por ne sot kemi probleme, ne kemi sanksione, kemi pas sanksione, kur kush e ka imagjinu që duhet me marr Kosova sanksione, kush e ka imagjinu që një kryeministër i vendit thot s'është problem raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose të marrim ne një deklaratë publike nga ambasada e Shtetit të Bashkuara të Amerikës ku thuhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ruajnë raportet me popullin e Kosovës, por nuk mund të funksionojmë ose të kemi raporte me qeverinë e Republikës Kosovës. Kjo është shqetësuese. Është thonë kështu. Kjo është thonë, edhe sot e gjeni kur tani hynin në faqen e ambasadës amerikane dhe kjo është më shumë se shqetësuese. Prandaj kjo fushat për mua është sa më jap shumë shkas që me punu shumë sa edhe më shqetëson shumë, edhe më shgënjen shumë. Po e them shumë sinqerisht, nuk kam menduar që na duhet mu kthy mas 18 viteve të pavarësisë Republikës Kosovës, që ne të merremi prap me vetëqenjen tonë. Kjo nuk ka sens. Por është e vërtet, kjo nuk po flasim për me bo fushat. Këto janë argumente që sot ndodhin. Zonja Gaxhirri, kjo krizë që e potencuar që jemi dëshmitar se po e përjetojmë dhe po e vujmë me lkurën tonë, është një krizë post-covidiane, fillimisht, me pastaj edhe kjo kriza globale që u shkaktu në të gjithë botën, për shkak të luftrave që u përfshi Amerikan to, ka rendu kjo pak këtë situatë. Pa me dyshe. Edhe, sidomos Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka pretendu kur dhe nuk pretendon me shfrytëzu
këso lloj krizash që me i paketu. Sepse vazhdimisht po i gjuhnin këtu. Por ne nuk e kemi ata në agjendën tonë që ne mi shfrytzu ato gjëra dhe me sulmu tash këdo qoftë qeveri. Ato janë gjërat cilat në atë kohën e Covidit ishim edhe ne pjesë për 6 muaj kishim kryeministin Hoti në qeverisje dhe menaxhum mrekullueshëm situatë. Po, mrekullueshëm e kemi menaxhu. Dhe kemi pas për ato 6 muaj janë hap dyrt kanë qenë të hapura, por zotni Hoti është prit në zyrën ovale tek presidenti Trump. Dhe ne kemi mërri për ato 6 muaj njojën nga Izraeli. Kemi marrë projekte, kemi nënshkru marrëveshje për projekte shumë të mëdha infrastrukturore, hekurudhat e trenit, por në mënyrë të veçantë gasin për energji elektrike nga gasin amerikan që po e quajmë tash. Dhe kine parasysh kur ka ra qeveria Hoti, zotni Kurti e ka anullu këtë projekt. Dhe kini parasysh sot këto ditë qeveria e Republikës Shqipërisë ka nënshkru marrëveshje 6 miliard me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gasjellsin, për energji elektrike, Maqedonia ashtu, Malizia ashtu. Dhe ne po të kishim vazhdu me atë marrëveshje që e bëri kryeministri LDK-s në atë kohë zotni Hoti, ne sot e kishim kryer infrastrukturën e kanaleve që duhet me i hap për gasin dhe nuk do ishim varë nga Serbia, që për herë të parë ne kemi ble 1 miliard euro për 2 vjet kemi ble energji elektrike. Dhe kjo është bërë me qëllim, sepse nuk janë riparu as termocentralet aktuale që i kemi ne, hiç s'është investuar në to, dhe ky projekt është mbyll, s'është marrë kush me të, dhe kemi bërë blerje për shkak për me bë korrupsion. Sepse mafia energjetike që ekziston në region, tashmë Kosova është një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj mafie, e që na ekskluzivisht kemi bërë blerje afër 970 milion, nëse nuk gaboj, por afër 1 miliard kemi ble. Pse kemi bërë këtë gjë? Kur ne kemi pas premtime nga zotni Kurti që flejmë mi thënë gjillë, që ne duhet ta kemi energjinë elektrike tonën, sepse kemi këtë resurs, por faktikisht as nuk e ka riparu këto termocentrale, as nuk ka leju projektin e gasit amerikan, dhe as një zhvillim të një projektit për energji elektrike, dhe ne sot të gjithë kemi dëshmitar që faturat energjisë elektrike i kemi 100% më të shtrejta se sa para 2-3 viteve. Dhe kjo është e pa pranueshme, sepse ka ardhur koha tashmë çdo shqiptar me i pa ato premtime të zotnit Kurti që janë mashtrim. Tërësisht mashtrim. Asnjë premtim i tij nuk është realizuar. Dhe ne sot fati keq, përveç aferave të mëdha korruptive, për çdo ditë sa e zën njëra tjetrën dhe ne nuk kemi mundësive e diskutu këto të parën sa jo vjen tjetra. Fatkeqësisht ne po shkojmë këto ditë po e shohim që mbi këtë korrupsion, mbi këtë regres, mbi këtë mos zhvillim të vendit, zotni Kurti është u shpërnda buxhetin e Republikës Kosovës ekskluzivisht për votat e tij. Ta kish parasysh me shpërnda 200-300 milion, ka 100 euro për familje, për të punësuar, kjo është vepër penale. Unë mendoj se tash jemi në fushat dhe normal se cila parti është të punu për veti. Në qoftë se prokuria nuk do të aktualizohet, më marrë me këtë çështje seriozisht, ne si grup parlamentar, kjo është mendimi jem që unë do ta shty, që duhet më marrë prokuria, ne duhet me përgatit lëndën, dhe prokurin duhet me shty më marrë. Nuk guxon asnjë parti e nuk duhet me shfrytëzuar gjatë fushatave me nda buxhetin e të gjithë qytetarëve për votues veç një partie. Kjo është e papranueshme. Kjo nuk do në asnjë shtet demokratik. Dhe më kujtohen shpesh edhe ajo farë që e potenconte Kurti, si që mere me PDK në atë kohë se po i rrit pagat para fushate, ndërsa ai sot i bën gjërat edhe 3 herë më keq se sa i bënin ata në kohën e vet. Ka ndodhur edhe këto. Po ka ndodhur, është e vërtetë, dhe edhe mos harrojmë thon këto. Kur ka ndodhur në kohën e PDK-s, kur ka ardhur qeveria nga zotni Mustafa, ne kemi marrë vendim
dhe ajo fut në ligj, që nuk guxojnë mu rrit pagat gjatë fushatës. Pagat do të rriten bazë rritjes ekonomike. Për çdo vit do të rriten ato. Do të thonë do të rriten automatikisht. Jo me shfrytzu për fushata elektorale, por ligji do t'ja rrit pagën çdo punëtori në bazë të rritjes ekonomike të vendit. Dhe faktikisht rritja ekonomike në Republikën e Kosovës shkon gjithmonë 3.7 deri në 4%. Nuk kemi pas mundësi me pas më të madhe rritjen, por edhe kështu, nëse shkon çdo vit nga 4% rritja, paga do të rritet ashtu kështu sikurse po rritin për fushat dhe pa interferu partitë politike, sepse kjo është një, unë mendoj edhe një fyrje për shumë familje të Republikës Kosovës kur ky pretendon me këto farë, qoftë me këto 2 milion që i ndau për nuk e di që në agjenci turistike atje për aeroplan, me të vërtetë to janë edhe të rënda, po shpesh i bën edhe çesharake, por faktikisht to janë mjete ose janë para tek këtij populli të varfër, i cili ky i manipulon edhe në këtë formë. Vel Krasniqi po thot suksese Ledekes. Faleminderit. Bujar Tahiraj, respekt e nderuara zonja e Hekurt. Faleminderit shumë. Janë ndihmuar pak këtij epiteti. Don Ledeke 1-3 voto 24. Faleminderit shumë. Është numri juaj? Po numri im është. E paske simpatik? Mirë kam numrin. E ke pas edhe herë tjera? Jo, se kom pas, këtë herë kam kështu, mirë është. Respekt për nderuaren nga Xherri, Bajram Zeqiraj, Masar Muharremi, mos hini me sharke së shgënjiheni. Se kuptoj? Kuptasune. Okej. Bacizec ma përshëndet mbretëreshën e Ledekes Besa Gaxhirin. Tash mbretëresh jeni ju, apo është Vjosa? Faleminderit shumë. Çdo njeri që punon për të vend pa pas në rënd të parë emrin e vet, unë mendoj se mbretëresh tash nuk është e thonë me qenë, por është person i cili e arrin me kry misionin që e kemi ne si njerëz. Por natyrisht, masi e përmenda Vjosën, Vjosa është një grua e mrekullueshme, e përgatitur. Tasha është tradhore? Epitete qastit të këtu, që buhun nga të gjitha taborët. Po, normal, ato mund të diskutohen. Unë këto epitete fort nuk kam qef, po me gjitha te njerëz demokraci kanë të drejt me mendu dhe me thonë ata që mendojnë, edhe është mirë kur e thojnë, por ne mund vjen mirë që Vjosa e ka pa shumë shpejt, se vetëm për 5 vite e ka pa që nuk ka asnjë mundësi me punu me ideologjinë në cilën o rrit Vjosa e me kalu ku ka shku. Kështu që mirë ka kalu për 5 vite, është këthy në shtëpinë e vet, dhe tash ne jemi tu punu me bo një bashkim të vërtet, dhe nëse arrim me bo të tillë, unë kam besim që Lidhja Demokratike e Kosovës do të kthehet, do ta ketë mundësinë që ta menaxhoj Kosovën, sepse Kosova nuk do të jetë e sigurt asnjëherë derisa qeverinë nuk e udhëheq Lidhja Demokratike e Kosovës. Zeç mos harroj me thonë se ne vërtet jemi partia më e vjetër në Kosovë edhe në region, Parti Demokratike, siç është LDK-ja. Por kemi qeverisë shpesh, faktikisht kryeministin e kemi pas vetëm 3 vjet e gjys, për këto 18 vjet pas lufte. Por kemi qenë koalicione gati me të gjitha partitë politike. Ama Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e ka asnjë aferë korruptive kur. Asnjë aferë korruptive. Kemi qeverisë në parti që kanë pas afera, por jo ne, po jo zyrtarët e LDK-s. Prandaj po du me i ftu qytetarët e këtij vendi me shiqu këto gjëra. Sepse ne jemi një parti që vërtet e krijuam këtë shtet, e ideum faktikisht, e krijuam dhe kemi menaxhu për atë kohë ndershëm sa e kemi menaxhu. Dhe po kërkojmë prapë na dhon besimin me menaxhu ndershëm, me rujt aleancat tona jetike, që ato janë vetë jeta jonë, edhe me zhvillu këtë vend, sepse kemi aftësi, kemi kuadro, kemi program. Prandaj po kërkojmë që qytetarët me reflektu sa më shpejt për ta ruajt stabilitetin dhe republikën dhe të ardhmen e këtyre fëmijëve. Mos harroj se kemi shumë gjëra me thonë. Për 2 vjet ne kemi 150.000 shqiptarë të Kosovës shpërngulur. Nga kjo qeveri që pretendon e flet çdo ditë propagandë,
në ata janë shpërngull, sepse nuk e shohin shpresën këtë vend. Se nuk është Kosova ma keq se bas lufte. Nuk du të harrojmë të kalumen tonë shpejt, se kemi kalu shumë momentet vështira dhe kemi bërë nga hiqi këtë vend, edhe pse kjo armë pushtet të thonë 20 vjetë është shkatru këtë vend, 20 vjetë o ndërtu dhe s'ka pas asë një gjonë këtë vend. Por sot, edhe për këto 6 vite që së po kur gjohë Kosova është e mirë, shqiptarët nuk duhet me lëshu Kosovën, por ama shpres nuk ka më këtu. Sepse se cili e shofim që këtu dominon mashtrimi, kur ta fyn inteligencen, kur hajnin ta kthen patriotizëm dhe i fiton votat prap, njerëz dhe ju humb shpresa. Vesh me qenë njerëz fort, si zonja e kur që nuk dorë zona. Se për ndryshe, vërtet, ju humb shpresa. Prandaj, koha e 7 qershorit është momentumi, unë i ftoj jo elektoratën e LDK, sa ato e kemi gjithmonë qëndërstar, po i thrast vetëvendosje, se ata janë shqiptar, edhe ata dje ndoshta e pa ndoshta kanë qenë LDK, edhe gjitha partije politike, ju lutem, reflektoni, ju lutem mos të joni me ju mashtru askush, sepse ne po e shohim se cili realitetin në vendin tonë nuk është i mirë, asnjë fare. E shohim sistemin arsimit nuk mund të muaj më u arsyetu me thonë 20 vjet. Le ato 20 vjet më si përmend 6 i ki pasti. LDK-ja për 26 vjet mas luftës i ka pas 6 vjet qeverise. 3 vjet e gjysë i ka pas. Ti 6 i ki. Çka ke bo për 6 vjet? Ta ke milionën arsimin keq, çka ke ndreq? Ta ke milionën shëndetësinë keq, çka ke ndreq? Ta kemi bo ushtrin, çka ke ndreq to? Ta kemi bo policin, çka ke ndreq? Kur gjo, krejti ki prish, kur gjo s'ki ndreq. Gjendjen ekonomike në vend, çka ki bo? Energjinë elektrike, çka ki bo me to? Trepçën atje që i premtojshe, çka ki trepça dhe sot prodhon ma pak, se kur ka tekniku në pushtet. Këto janë gjëra cilat shqiptarë duhet me i pa. Me këtë formë nuk mundë me ecë përpara. Kthehemi pak të aferat korruptive që thatë. Për mua është e njohur ajo tim, po rëndon mbi Zorin Hikmeti Bajamin e 2 milion euro që thuhet që është vjedh. Unë e kom shumë të qartë. Po çysh kishe me shpjegu? Shiko se merre me mend, po e kom pa shumë shpesh dhe mos na për rrjetet sociale. Merre me mend, ministra Hikmeti është ndër ministrat e vetëm që e kanë zonë hajnin, e ka thirr vet prokurin, e ka thirr mediat, e o dal para mediave, edhe ka deklaru, edhe ka qit para aktit kryer, edhe prokurin, edhe ata që i kanë bu ato gjona, dhe si kalon heq të ren, se këtu e dim na këto gjona mund me ndodhe, ajo është vërtet minister e DK-s, se kur të gjithë të tjerët, që kur s'ka ndodhë skandale, por kjo është një ministr që ka pas një ministri tepër të rëndësishme, që është Ministria e Financave, që aty përpara sigurt ato gjona kanë ndodhur dhe kanë mendu që mundën me vazhdu. E kjo është e vetmja që i kanë ndërprej këto gjona. Dhe një pjesë e parave janë kthy, një pjesë tjetër janë procedura gjyqësore. Dhe të njëjtën gjë, po. Dhe me marrë tash këtë, kjo është një shembull konkret, që e merr vetëvendosja, e paketon dhe e bën propagandë kundër një personaliteti siç është Hikmetja, e kundër LDK-s, po kjo nuk don koment. Do të thonë këta janë gjendje sot këto ditë, se s'po kemi edhe kohë shumë me pa lajmet. Këto ditë janë dalë mesazhe të ministres Rozeta, që i kanë shkëmby që shka dalë të shtimo afera që është me rezervat të shtetit. Po, rezervat shtetërore, dhe edhe këto janë në gjendje një paketu me thonë, qysh prokuria guxon tash ku fushate me qitë këto gjona. Shikoni, ato nuk e diskutojnë e në vërtetat pa vërteta, që ajo është e rëndësishme, heq nuk është e rëndësishme nëse në kohë i qetë prokuria, po është me rëndësishme me ditna, a janë të vërteta që to, po janë të vërteta. Janë se ju keni vjedhë deri në ndihmat e shtetit. Ade kemi telefonut, alo, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe për ju dhe për musafirin e nderuar zonja Besa Gaxhej. Përshëndetje. Kush po na përshëndet? Ferit Fizullah nga Zvicra. Hajde zotri Ferit, mirë se erdhe. Spari është nder dhe kënaqësi t'ju ndjegjojmë, gjithashtu edhe një përshëndetje e ngrohtë për zonjën e nderuar. Faleminderit. Unë spari
Kam shumë pyetje, por një duhet e la vetëm për hir të respektit në zonjës nderuame edhe për ju Bacizeq. Po ta dëgjojmë. Unë lutem që t'jam unë gabim, spari. Qka nëse zonja Osmani edhe Albin Kurti janë marrë vesh që një dhe non LDK, Vjollca Osmani ti merë votat e LDK-s sikur në herën e kalume dhe në fund mbarojnë zgjidhjet dhe prap bëhen zbashku dhe vazhdojnë njëri president, tjetri kryeministër. Çka do të bën LDK-ja në këtë rast? Unë lutem që t'jam gabim. Ju përshëndes, ju përgëzoj, punë mbar e ju prifte mbara. Katonarin, kur e kish pas djeg kungullori, sa herë ka pa kungullin gardi kish pa fry. A ka të drejtë? Më boni përshtypje kjo pyetje në dy aspekte. Në njërin që jo votus, po veprimtarët e Lidhjes Demokratike Kosovës janë aq shumë shqetësuar, aq të frikësuar, sa edhe këtë mund ta imagjinojnë ose ta mendojnë. Është legjitime. Në aspektin tjetër, unë e mendova me njerë që një njerëzore shumë diskrete. Unë e ti këtu jemi në studio, po i bojmë një muhabet bashk, ti nuk e din që ka jam të mendu unë për ty. Por, njerëz që merren me politikë, postulati vetëm është fjala. Fjala e dhënë. Nuk kemi na tjetër argument ose tjetër gjë më të fuqishme se sa fjale në politikë. Në qoftë se një gjë e tillë mund të ndodhë me cilin do person, çfarë zotëria tha për zonën Osmani, atëherë unë mendoj dhe kështu e vlerësoj që ai person do të digjet përjetësisht politikisht. Sepse nuk e asnjë vend të botës demokratike, këto gjëra nuk përbijen kështu. Po, pse a mund t'i bëjnë njerëz, as mund t'i bëjnë këto, na nuk mund ta dim. Nuk mund ta paragjykojmë. Pra, që një njerëzore është shumë diskrete. Por unë sa e njoh, sepse unë e njoh mirë Vjosën, ka ra me punu shumë me të, unë besoj që Vjosa në rrugtimin e saj politik, qoftë me moshë e re, qoftë edhe me aktivitet, nuk i ka shumë vite, ajo është shumë e zoja, është shumë e meqme, dhe ajo për këtë kohë ka shkurt kam rri majet arritjeve dhe jenë presidente. Por ne jemi njerëz, gjatë rrugtimit gjithmonë gabojmë. Duhet të punojmë dhe gabimet tona kur të na ndodhin mos me pas pasojë të mëdha, sepse gabime njerëz jemi. Amo nëse eventualisht pas këtij momenti Vjosa, siç e thanë dëgjuesi jon, bën hap të tillë, ajo do ta djeg karrierën e vet politike, por unë jam i sigurt që nuk e bën. Nuk e bën sepse Vjosa është rrit në DDK. Është formuar në DDK. Dhe e ka parë qartë për 5 vite çfarë shtëpie ka qenë ajo. Edhe tash ne të gjithë jemi të lumtur se është kthyer në shtëpinë e vet, dhe do të bashkëpunojmë bashkë të gjithë. Dhe unë për vete se komendu këtë gjë kur, asnjëherë, unë mund të gaboj, por unë e mendoj se kjo gjë ka përfunduar rruga ose bashkëpunimin do ta kemi si LDK prapë me gjitha subjekt politike, sepse nuk duhet këtë në Kosovë ma shumë se shikona e kem tash një parti me 51% dhe çfarë të lashën a del. E ky po pretendon mi pas edhe 70-80%, me 1% e tillë nuk është demokratik. Kështu që na po mendojmë nuk do t'i fitojmë 51%, po shpresojmë që të dalim partia e parë politike e pastaj do të bashkëpunojmë si gjithmonë me këto parti që janë këtu në Kosovë. Tash me cilën do të na vijë momentumi, nuk e di. Asgjë s'mund paragjykohet. Jo, absolutisht. Besa, unë nuk besoj që ka rrugovist që nuk i është gëzu kandidaturës sate për deputete. Jam shumë i bindur që shumica dërmuese e elektoratit dëshiron që ti të jesh sërish deputete e ardhshme e Kosovës. LDK ka vujt gjatë prej kundërshtarëve të saj, të cilët në kohë të ndryshme kanë dashur me çdo kusht me ja thy boshtin e kurrizit partisë më të mirë në Ballkan, por nuk ja kanë dalë, sepse aty ka pas gjithmonë gjigant të cilët
u kanë kthy hund politikanëve shkurtabica. Ta dhash zotit mbarën zonja më ndritshme e tempullit e demokracisë parlamentare, na thot Mustafa Rugova. Shumë faleminderit për zotin Mustafa, po faleminderit shumë që po mi që dhe ti u ngrehe pa. Faleminderit që e tha realitetin. Faleminderit, është e vërtet edhe një gjë që edhe sot të gjitha shigjetat e të gjitha partive politike janë drejtuar nga LDK-ja. Edhe unë konsideroj se kjo thot shumë. Prandaj qytetarët e këtij vendi duhet mobilizohen, shqiptarët, në radhë të parë, se vërtet Lidhja Demokratike e Kosovës në kurrizin e saj ka bajt shumë. E tham tash mos ta përsëritim, është ajo, LDK-ja është ajo që e kemi bërë këtë vend dhe këtu, edhe sulmet janë për të gjithë ndaj LDK-s. Sepse gjithmonë sulmet bëhen tek vlerat. Sepse ato janë pengesë për partitë që janë më adopta. Dhe ne këtë duhet ta kemi në vetdije, e nuk e kemi pas lehtë me funksionu qysh pas lufte fare se kemi pas lehtë. Gjithmonë kemi hik shumë. Edhe ta shkohen në fund kemi pas shumë të lashe dhe kemi të lashe, por ne kemi ndërmend kësaj radhe me punu shumë, sepse po e shohim që Kosova ka shumë nevojë për LDK-n. Këta po dojmë me mujtë me përcjell të çdo shqiptar në këtë vend që me na ndihmu, mu bashku për Kosovën. Nuk ka pyetje LDK-ja. Ka nevojë Kosova për LDK-n. Dhe të bashkohemi në LDK sepse premtimet tona gjithmonë kanë qenë reale, janë edhe tash. Kosova do të jetë shumë stabile me LDK-n, Kosova do të jetë e zhvilluar. Kosova po premtojmë që për 4 vjet mandat 5 miliard euro do të jenë projekte të zhvilluara. Na kemi dëshmi, ne kemi komunat sot që i menaxhon LDK-ja, janë ma shumë kanë zhvilluar projekte komunat se qeveria e Republikës Kosovës, por kjo nuk ka koment. Prandaj ne me të drejtë themi që për 4 vite do të investojmë 5 miliard që ajo do të gjeneroj zhvillim. Jo më dhon vitra njerëzve me i poshtnu e me për ul, sepse nuk zhvillohesh ti pse ti jep dikush 100 euro. 100 euro një shport, sot me pak ushqime nuk mundesh me kry kurrë. Duhesh më ofru punë çdo familje, duhesh më ofru siguri, duhesh më ofru shpresë. Jo në këtë gjendje çfarë ai don, me gjunjëzu, me vërfnu dhe pastaj me majt, me poshtru dhe me majt me çfarë sa ai u jap. Jo me pas akses në punë, në zhvillim çdo qytetar, dhe kjo nuk duhet lejuar. Këta nuk duhet lejuar, këta do ta bëjnë vetëm qytetarët e këtij vendi. Nuk mundem ne kot mund të flasim, të themi, megjithatë në shtetin demokratik sovrani vendos dhe prandaj po e thrasim sovranin. Të mendoj për këtë gjenerat dhe për ata që vjen. E di që ki përgjigje, se shumë kuj s'kisha mujt mja bo këtë pytje. LDK-hy, hajvanoti, i thret në takime konsultative për qeveri, themelim, formim të qeveris, LDK-hyt nuk i jep asni propozim, asni garancë, i thret këtë. LDK-s i ofron Zavens kryeministin e pare, ministër punëve të jashtme, 4 ministri tjera, gjysën e kabinetit. Ndërsa shanë mësë shumë të LDK-hyn. Dyqysh pak nuk po muje e kuptoj që to pse kjo sjellje e kryeministit ka që shprenuar, ka që jo stabile, ka që jo bince, e thret jep pozitat më të mirat në qeveri, nestit në që deleshon. Dërsa PDK-s është interesant, ato e ka abstrahu krejt, e ka nënshmu totalisht asë që e ka thirë, bile s'paku formalisht, sepse janë parti parlamentare, kanë grup parlamentar. Po, është të vërtet. Pse kjo kështu? Sepse këto janë lojrat e zotit Kurti, lojrat e tij që vetëm ai mund t'i luaj. Unë jam afër 4 dekadave në politik, po sinqerisht po ju them, askush nuk ka ditë me bo këso farë manipulime çfarë din ai me bo. Dhe këto mos me fati është që LDK-ja nivelin çfarë përdor për t'i bërë këto lojra, na nuk mund të bim në atë nivel, por me na mashtru neve, mundet hiç. Po elektoratin mundet me bart.
po neve për shembull për marrasin konkret, kur ai pretendon ne gjoja po na jep zamens ministrin e ministrat, ne nuk i kërkonim ato, i kërkonim presidentin, sepse ne ishim të vetëdijshëm se në qoftë se ky e merrte presidentin nga vetvendosja, pas 2 ditëve do t'i largonte ata ministra dhe atë zavens kryeministër që pretendonte i thoshte publikut që pijaja për IDK-s, sa për t'i mashtru. Dhe ai do të vazhdonte pastaj se s'kishte nevojë për asnjë parti politike me pas koalicion. Ai kishte 51%. Ai detyrohet, ai e cili do parti tjetër që nuk mund t'i ketë 3 pushtetet. Duhet bashkëpunoj me opozitën ta bëj presidentin, por jo të bëj lura të tilla po të jap ministrin e po të jap. S'ki nevojë ti se i ki 51%. Ai donte të mashtonte LDK-n edhe një herë ta përdorte. Edhe mas t'ja zgjedhim na presidentin, ta hudh, t'ja shkarkoj si që pat ndodh me zotin Veleu, ministrat në gjysë natë, në gjysë ditë, që shdo se atë kënaqësi e ndin kur mund mi bo këto gjëra, por ajo gjë nuk do të ndodh me LDK-n, dhe po e përsëris prap, shigjetat janë të drejtuar nga për LDK-n. Sepse me LDK-n ai nuk mund, ai asnjë parti politike reale, serioze nuk mund me pas. Të shina ndoshta kur po vjen puna me kapitalizu në vot, nuk po di na ku po çalojmë si LDK. Por për kontribut, për kuadro, për jo afera, për këto na s'kemi hiç asnjë problem. Problemi është që ne na duhet me kapitalizu si vot këtë sjellje kontribut vlerë të LDK-s, kaq. E kësaj vlerë i friksohen gjitha partitë politike, sepse janë garë natyrisht me ne. Pa marrë parasysh LDK-ja që është sot ditë më të këqija sa i përket në zgjedhjet e kaluara. Megjithatë, LDK-ja është brand dhe të gjithë i friksohen LDK-s. Prandaj po duam të shpresu që ne duhet pithrasim çdo ditë edhe na kemi filluar mu bashku si e djathtë, si LDK e rrugoviste, pra ne na duhet me rujt këtë frymën rrugoviane, sepse kjo ka me jetu me shekuj. Edhe ajo fryma rrugoviane, ajo funksionon çdo shtet demokratik që ka nivel më të lartë demokracisë. Sepse ajo ka qenë një lëvizje dhe një formë e bërjes politik veçantë. Edhe ajo po na vyn sot shumë. Se shiko zeshti, na jemi gjithë dëshmitar deri ku ka shku politizimi i shoqënisë tonë. Deri ku ka shku sharjet, fyret, kërcënimet në shoqëninë tonë. Ne kemi menduar se këto gjëra po i hedhim çdo ditë pas shpine, po e ngritim një shoqëri, po përgatitim politikisht, siç e kishim amanetin e presidentit Rugova. Se për me thonë këta, duhet me dhënë do shembuj. Për shembull, presidenti Rugova nga viti 89-90 që na bashkoi, unë them pas Skënderbeut ai kam rri dhe i dyti kam rri mi bot gjithë shqiptarët një. Ai gjithkohën ka pas përveç hapave që i ndjekte me bo vizionin shtetin dhe gradualisht në anën tjetër me përgatit ushtarakisht e kështu me radhë prej hiqit, sepse ne e dim që shishim, ai pretendonte me na eduku politikisht si kombë. Për ato 10 vite unë e maj mend aktivitetin që kemi bërë, qoftë një si gra, çka na ka udhëzuar me punu, sepse na thoshte çdo ditë ju gratë jeni shtylla e kombit, na jemi shku shtëpi për shtëpi, sepse ne na mungonte pastaj shkollat, na mungonte mjekësia, na mungonte financat në kohën e apartheidit. Ne kemi marrë këtë shoqëri vet, me forumin e grus, me partinë, me rinin, dhe pastaj mas lufte kur ne kishim krizë, ju e dini, mas lufte kemi pas krizat mëdha, sepse lufta bëj, mos me qenë LDK-ja me e para, u dashke me marrë tash dikush tjetër, pushtetin e gatshëm. Dhe kur e panë që ne në vot po fitojmë prap, fillun pastaj gjëra tjera, që po kom qef me i përmend. Kur një herë më kujtohet, i thash, president, kështu nuk po ban, po na vrasin. Tha, zonja Gaxheri, tha na ende se kemi mri qëllimin pavarësisë Kosovës. Tha na duhet me punu edhe në guxoj me kthy dorën kur na vrasin, për shkak se shumë që janë armë na ndihmu këtu, nuk i kemi gjithë miq. Pretendojnë me na bëni luftë civile, dhe na mos me mujt me mri qëllimin tonë pavarësinë e Kosovës. Prandaj, tha unë ju sugjeroj kur jeni në rrezik, mu tërheq pi aktivitetit politik, po jo na me kthy dorën shqiptarit. Tha dhe ju deputet
përveç të keni obligim me bo pavarësinë e Kosovës, keni obligim me eduku opozitën, më tha. Në atë kohë nuk e kom kuptu mirë, se unë nuk kom pas aj. Unë nuk kom qenë bashkëpunëtore të jem shumë krenare, por saj nuk kom pas, sepse ndonjëherë ne na përfshinte momentet, euforia, ne kishim dhunë, faktikisht, mbi kurrizin tonë, LDK-ja dhunë kishte. Edhe nuk reagova, por thash, qysh po thot sot, e shoh, sa e rëndësishme është mu eduku populli politikisht. Dhe ne po kthehemi hapa mbrapa, ne nuk kem nevojë mu përplas me zveti, mu shoh, mu fy, mu kërcnu, nuk kem nevojë mo. Shkoj me i telefonot, alo? Alo, përshëndetje, vazëzeq. Përshëndetje. Sami Hajzeri, ti më gjenë me zonë, vëzoja ka gjerë në ashtë asë më gjenë. Po, Sami Hajzer, mirë se erdhe nga Zvicra e kemi dëgjusin. Jo, nga Gjermania jam, pi Gjermania. Falë. Nuk është problem, njëjtë, ashtë Gjermani si Zvicës është problem. Shumë respekt për zoja nga gjeri, nga ka bo krenar sonte me këtë emision si jo edhe zoja. Faleminderit shumë. Një pyetje për zoja nga gjeri, në qoftë se edhe shpresoj edhe besoj që do të arrini t'jeni në kuvend, çka presim nga ju për shëndetësi, se pika kryesore për këtë rini që po ikun, është shëndetësia edhe e armja e rinis është ajo kryesorja, se këta po bazohen tonë që po ikun që po thonë pa shëndetësi s'ka jetë në Kosovë. Kosova pa rini s'ka jetë, Kosova po shkon në vdekje pa rini. Më falë zoja Gaxhiri, po shpresën e kem të ju, të LDK-ja, gjithë. Edhe në 2% aty e kemi shpresën gjithmonë. Ata që janë besimit LDK-s. Pra, ma konkretisht, nga te presë thonë të qka në shëndetësi për me arritë rinia, me fitu besimin në Kosovë, me jetu se Kosova pa rini vdekja është. Uroj sukseset të gjithë kandidatët Dugaxhinit, që si cili është më i mirë si tjetëri. Edhe besoj se do t'i përkrojme, do t'i arritim aty ku menojmë gjithë. Një mbromit mirë, nga Batize që urojtë në vazhdojnë edhe një gjysore ma shumë, se na keni knaqë sonte. Natën e mirë, kaleni mirë. Faleminderit shumë. Veç që kemi kalu, kohën e regull Sami, po. Faleminderit shumë të një debat. Ja jem me knaqësi, Sami, unë e shumë besa tu pas parasysh përvojën tuj. Se s'po thom nivelin, se mund të ketë njerëz dhe më të përgatitur, po s'ju ka dhonë rasti. Ju ka dhonë rasti, e keni shfrytzu dhe e keni përmbush besimin dhe i qytetarëve që ta kanë botë mëshme më konë aty, duke qenë pothuajse në gjitha legislaturat. Shëndetësin e potencoj. Bëre pyetje shumë të mirë. Që vërtet, unë shkoj shumë jashtë, edhe para që morin thonë, ku du mi këthy bratmin, unë kur një injekcion nuk e kom. Këtu paguj sigurim, paguj, po e kom shërbimin. Ditën e natën në shtëpi në bjeshke. Është vërtet që ne na çalon sistemi shëndetësor shumë. Edhe tash përgjigjen po mundona me përmbledh sepse kjo është temë shumë e gjerë. Po është vërtet që neve na shkojnë qytetarët tonë jashtë Kosovë më shëru, harxojmë miliona euro. Për çdo vit nga spitali. Dhe tashmë është tepru, sepse shiko, nuk po du mu arsitu. Por tjetër është me njëherë pas lufte që kemi pas jetën e sistemi shëndetësor, tjetër është që në bo dhe 6 vite, jo që ka progres, po ka regres, nuk është bo kur gjo. Ne si LDK po premtojmë me këtë programin tash që kemi, që ne do të ndërtojmë një spital, një që ka me fat tjetër, një që ka më fali 3 një spital, që do t'i ketë kapacitetet evropiane. Dhe fatbarësisht mjek të mirë kemi ballë në Kosovë. Do t'i përmbushim pra gjitha kërkesat e nevojat e qytetarëve tonë. Do ta kemi sigurimet shëndetësore se mjaft mo. Kosovë, mera me mend, na nuk kemi sigurim shëndetësor qytetarët e këtij vendi, nuk kanë. Kur ti sigurojmë, sepse ma mirë ka qenë kjo qeveri, mi nda 200 milion për sigurime shëndetësore me fillu. Sa mi nda 200-300 milion vitra, që shoka i ndonë këtu, sigurja jetën të jurat në njerëzve. Se jo me nda kështu i mashtru për votë. Ne do po ju sigurojmë që do t'i bojmë sigurimet shëndetësore, do t'a kemi spitalin e nivelit evropian,
Do të ndërhyjmë edhe në spitalet regionale të bëjmë ekselente për sëmundje të caktuara, sepse tash nuk është çështja emergjente. Tash ka ardhur koha me sistemin shëndetësor, çdo sistem. Dhe kjo është e mundshme për një mandat mu rregullue. Fatbarësisht kemi thash mjek të mirë, por po na ikin. Ata po na ikin. Ne po ju sigurojmë çdo faktikisht studenti që kryen fakultetin e mjekësisë, ja sigurojmë specializimin dhe vendin e punës më njëherë. Nuk guxon me na u sjell ose me ndajt as një i diplomuar në mjekësi, me ndajt pa punë ose me dal jashtë për mungesë punës. Ai do të futet më njëherë në punë në spitalet e Republikës Kosovës dhe kështu për një mandat ne edhe çështjen e shëndetësisë do ta stabilizojmë dhe ta rregullojmë se s'është më vështirë. Masi që mu kuadrat mjaftueshme dhe të mira. Edhe shqiptarët kur dalin jashtë atje dallohen, po edhe këtu po ju them sinqerisht ne secili jemi pacient. Sinqerisht është mu krenu me stafin, me mjek që i kemi në Kosovë. Edhe me mënyrën e ofrimit të shërbimit. Tjetër është që nuk mjaftojnë tash që kemi na këtu procedurat, listat e barnave këto që bojnë prap 100 manipulime, do të me kalu atje për me korruptu ose me përfitu një person cilën e kanë ta, sa lexova dikun ofër 107 milion e kanë dhonë veç një personi të nder për barna, tash aja mund mi plotësu kushta, s'mundet, s'ka rëndësi, më rëndësi part, mi marrë që e mi do me këta. Dhe kjo është, nuk ka koment këtu. Dhe duhet me përsërit, veç në dhe kes nuk i ndodhin të gjana. Gjithve ju kanë ndodhë, këti mas shumë ti. Amo veç njeve kurs në kanë ndodhë të sene, heq nuk, as nuk në ndodhin. Nuk mundet me imagjinu lidhja demokratike Kosovës me hy me bo kësi farë lloj tendereve për me marrë përqindje. 2000 tendere qeveria Kurti i ka bo një borimore, 2000. Asa ta tjetë për pare që i shoj kë edhe na, me argumente, nuk kanë mujt me bo, sa kjo ka mund me shumë. Edhe balmo, nuk mujt i kur gjo me zhvillu. Vesh me tendere një borimore tuj nda përqindjet për veti, dhe shkon e deklaron që i ka veç 16 euro në gjiro llogari, e atje në shtet ku i jeton familja tina, ka atje para, i ka publiku sa i ka, këtu nuk ka as shtëpi, as parë në bank, e hajni çdo ditë. Po nëse këtu nuk duhet me, po s'do të pranu për ky popull këtë mashtrim kështu, nuk duhet më me pranu. Është dalun, është çast transparent. Këtë qeverisja, korrupsioni i tyre, sa ma është bo bardhësi, s'ki që ka me spjegu mo. Edhe prandaj unë e thras, ndoshta për herën e fundit sonte, sepse po mendoj që e kemi përfundu, po i thras me reflektu, me datën 7, me i kthy Kosovës shpresën, zhvillimin dhe sigurin me aleanca tona në mënyrë të veçantë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila po na garanton që me njëherë, kur ne marrim qeverin, do të kemi futin në NATO, që është vetë jeta jonë. Do me thonë, na e dim çfarë armiku kemi këtu fqinë, si që kemi Serbin që rrinë gjithmonë na rrinë gati, ne kur futemi NATO, atëherë kemi fitu sigurin tonë të plot, dhe me LDK mund ta bëjmë këtë. A kemi një telefonat ajo? Hajde shpejt, lutëm pa koment veç pyetje. Alo? Përshëndetje, Jakub Gërvuri, këtu po shumë shpejt, zeqo. E kishim sonjën pesa ka qeri në musafir në ndegen tënë, e kryesoj në ndegen në rëvë në Gjermani. Një pyetje kom pasat natë, mi abom, po në të sumra me bo pyetje se moderojsha vetë, me menagjojsha vetë. Nëse i pet shansa, a jenë gjendje 3 partit tjera me u bo bashk, edhe me hik këtë keshe prej Kosovës. Ju falenderit. Falenderit në pyetje, unë për vete këto det në fushat, nuk do të them as që do të bëhem me këtë parti, as me atë parti. Këto ditë na proponojmë me dal partia e parë. Nëse do të dalim partia e parë vetëm me 1% diferencë me cilën do parti tjetër, ne po ju sigurojmë qytetarëve të Republikës Kosovës se nuk do të ketë krizë institucionale. E tash me cilën parti, sepse vetë rezultati ta të vendos për këtë, por ne po pretendojmë me dal partia e parë, me ju siguru që nuk do të ndodhë këto gjëra që vetëm për një vjetë e gjysë ne shkojmë 5 herë në zgjedhje. Kjo s'ka imagjinu kërkush që mund të ndodhë dhe kjo po na ndodh. Edhe nëse i fiton 51% shkon prapë zgjedhje. Këto kërkush mund një shtet demokratik me imagjinu veç të na kjo. Arland Nikçi në qenë shumë i ri që për fatin e tij të keq ka probleme shëndetësore dhe është në hemodializë. Një djalë shumë i ri.
po thot, a mund të ndërtohet një spital për transplant veshkeve për ne që në shkoj jeta në parate. Ulanti ti dëshiroj suksese, shëndet, po shumë e dhimshme, edhe na secilin familjet tona kemi ballafaqohemi me smundje të ndryshme, edhe besoj se cila familje përballet, vetëm ata që ndoshta kanë një mirëqenie tepër të mirë, sepse 90% e familjeve shqiptare nuk mund të përballu smundjeve të rënda me buxhetet familjare. Dhe por jo më para se 4 vjet, nëse LDK-ja thash fiton, po nëse ne 500 milion po i ndajmë ose gjys miliardi për çet spital, më rrim me boç atij niveli dhe fatbarësisht mjek po e përsëris kemi, po është shumë e mundshme, shumë e lehtë me bu edhe transplant, edhe pse na duhet me bu pastaj edhe legjislacion për gjë të tillë sepse nuk e kemi, por ato janë gjëra që bëhen brenda ditëve, edhe të shpresojmë për secilin që vërtet ja ofrojmë, kemi obligim m'ja ofru shërbimet për çfarëdo lloj smundje këtu në vendin e tyre. Kemi këtu Po na dëshmojnë votën, faleminderit shumë. Faleminderit. nga Mërgata. Faleminderit Mërgata e nderuar, Nga e cila Mërgata. gjithmonë ka dhënë më të mirën e çka ka Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përshëndetje për besën, suksesën zgjedhje, inshallah kemi fitore të mëdha nga mërgjimtari Shevqet Bërdyna nga Amerika. Përshëndetje nga zemra. Se Mullazek Bërdyç. Po, respekt shumë të madh për Shevqet këtë të familje. Zaku për të përshëndet shumë. Faleminderit shumë. Mirë, qysh po don me përfundu se kemi mesazhe shumë. Unë po du me i përshëndet të gjithë ata që u kyçën të emision, me i falenderu nga zemra, sidomos ata të cilët nuk mujtë me i... Dhe që dhe pak. Okay. Ti e din Basizeq, rënoft Albini. Albini dhe s'ka tjetër. O Basizeq, vazhdojmë thot, e ndrova partin. Tash jam me LDK. Shumë e vende ka besa. Urimet LDK, Albini duhet shkon në shtëpi, se tash janë bo senet e duhet me i kosit. Në më honë në këtë moment, po tasha ki morë votën të ajo nuk e di. Nuk e di se e kuptova mija pat analogji që, por unë po du prap me shpresu. Çdo shqiptar që mendon shqip, e ka situatën shumë të qartë, që Kosova nuk është mirë as ekonomikisht, as në aspektin diplomatik, as pastaj të sigurisë, vetë sigurisë saj, vetë qenjes saj. Prandaj, duhet të reflekton se cili këto ditë. Nuk ka rëndësi cila parti o ka flet ose jemi në fushat, nuk është kjo çështje. Është moment historik shumë i rëndësishëm për Kosovën, ka po don memorien tim. Kosova nuk ka tjetër rrugë përjashtë ato të perëndimit, edhe gjithmonë me aleancë të përhershme, siç na ka thonë gjithmonë presidenti Rugova me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk jo të na vjetur. Po për mua është tradhti kombëtare kur ti thu nuk më vjen mua Amerika. Kjo për mua është e qartë. A ka nevojë në shqiptar me spjegu këta pse? Prandaj po du me i thjeshtu gjanat. Sepse në politike, në çdo lami, në çdo fush mund të flasim me orë të tëra, edhe pastaj ne nuk kemi ekspert të gjitha fushave, secili në fushën e vet, ama në aspektin politik nuk ka kur gjë më thjesht, kur gjë më të lehtë se me ditë a mundemi ne pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe a duhet ne me mendu ato, prandaj çdo shqiptar e thirrit, lutem mendo. Ju lutem mendoni. A duhet na me mendu se mundemi dhe nuk duhet, nuk na vjen më Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kaq. Dhe a vërtet e kemi situatën mirë ekonomikisht sot me gjërat, me pagat tona dhe me buxhetin ton familjar që me nxit shkojmë në fund të muajit? Mendoni këto gjëra dhe vendosim me datën 7 shtator. Duhet kthehen pak prapa tek emisioni para prak, mirë po për hir të respektit ndaj dëgjuesit ton nga Shqipëria, Alban Gjafa, i cili ju pas ka pa drejtu lirë se kishim ma herët, po i thot lirës, ta dhash zotit marën edhe mos ki dert, se Fontona ka bo njerëz shumë të mëdhej, fitore dhe urime. Besa, shkurt trup. Qka? Qysh do me pritë? Unë i falenderoj të gjithë. Cila qenë pritjet tua? Pritjet e mia janë që populli i këtij vendi që ka ditë gjithmonë momente historike mu bashku,
edhe me bo zgjidhje këtij vendi, edhe tash është momenti. Dhe i ftoj të gjithë, siç e patëm bisedën deri tash, ti analizojnë gjërat me gjak të ftoftë. Nuk kemi nevojë me leju askënd me na mashtru, sepse është shumë lehtë me pa. Kosova ka nevojë për qeverisjen e Lidhjes Demokratike Kosovës dhe ju lutem me datën 7 qershor të reflektoni. Ishte kjo Besa Gaxhirri, e kemi zgjatë misionin shumë, nëse më gjobit ke për meja, gjobën keni me paguju. Na nuk njifimi, ti e din që na LDK nuk njifimi për këto gjëra që pagujmë. Jo, valla. Ne Ja, LDK, për në thomë nga një herë, me një telefon e korrupton një zyrtar më të madhin. Ja, na E ndërsa nuk ka nga ata që thojnë, ama ti mu gjys milioni e del që të në gazet fill. E thamë që Besa Gaxhirri mban numrin 24 dhe numri bazi i partisë 113. Vërtet, po ju kërkoj juve që jeni për kras edhe që jeni të dyshim për LDK-n, votojeni Besa Gaxhirrin. Me të vërtet është një zë i fuqishëm edhe i guximshëm, edhe që i thët gjona trosh tashme, këto i din se cili prej nesh. E meriton Besa Gaxhirri për krahjen tuaj. Natën e mirë, mirë u pafshim nesër prej 8-ve. Besa, natën e mirë. Shumë faleminderit.